Mbledhja e Kuvendit Komunal në veri të Mitrovicës më 18 dhjetor rezultoi me një vendim të kundërlehtëshëm. Kjo pasi që kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut Milan Radojević në rand të ditës shtoi edhe votimin për daljen e kësaj komune nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Me shumicën e votave përveç atyre shqiptare, ky propozim kaloi pasi që lista serbe gëzon shumicën. Këtë vendim po e shet të palehtëshëm asamblistja nga radhët e lëvizjes vetëvendosje në këtë komunë, Aida Doli. Është bërë shkelje e ligjit përveç qeverisë lokale, konkretisht nenit 47 të këtij ligji, për arsye që kryetari i komunës nuk shton pika të rendit ditës, këtë e bëjnë domethënë kuvendarët e kuvendit. Unë pres që kjo vendim të cilën e kanë marrë të kthehet mbrapsht nga MAPL-ja dhe të kthehet në pikën 0. Për këtë çështje, ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi thotë se lista serbe po tenton përçarjen e komuniteteve. Përtej aspektit procedural përmes iniciimit të kësaj çështje, lista serbe po dëshmon edhe një herë hapur se ka për synim nxitjen e ndasive ndërmjet komuniteteve, përçarjen, mosbesimin dhe tensionet, duke treguar mungesë gatishmërie për të bashkëpunuar me komunat e tjera në kuadër të asociacionit. Kryetari i Asociacionit të Komunave Sazan Ibrahimi u shpreh për të vënë se në kuvendin e arshëm të AKK-s, ky vendim nuk do të shqyrtohet pasi që kryetarët e 4 komunave veriore kanë dalë vullnetarisht. Tash Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të administrojë procesin për të cilin ka kaluar ky vendim. Mirë po neve si Asociacioni i Komunave të Kosovës nuk në kuvendin e arshëm nuk do të shqyrtohet vendimi i këtyre 4 komunave sepse në mënyrë vullnetare ata kanë marrë vendim që të tërhiqen nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, lista serbe fitoi 4 komunat veriore.